Në kantierin e rrugës në Prekal, kryetari i Bashkisë Shkodër ka inspektuar nga afër punime që po kryhen në këtë zonë, pas dëmtimeve të shkaktuar nga kushtet e vështirë atmosferike. Beci u shpreh se ky është një segment me rëndësi të veçantë, pasi lidh tre zonë dhe ka një rol të rëndësishëm në lëvizjen e banorëve dhe në aksesin e shërbimeve. Jemi përqendruar këtu me gjitha forcat me të drejtën, është një ndërhyrje e vështirë teknike. Rruga është e rëndësishme për lidhjen e gjithë zonës. Janë 3 komuna që lidhen këtu, kështu që e kemi fokusuar forcat në riparimin e kësaj rruge. Është gati 35 metra gjatë dhe ka një lartësi 10 metra. Sigurisht është një mur betoni që po realizohet. Shpresojmë në këto 2-3 ditë të përfundojmë. Ne nga data 3 janar, do të thonë, punëtorët e Bashkisë Shkodër janë punë ditë për ditë, edhe ditën e diele. Besoj mërna 3 ditë bëhet e qarkullueshme aksi. Terreni ka njerëzakonisht i vështirë, kushtet fuqishmëri edhe fushën e dituru, materialet gjërimit i bajnë ty postuar me makineri, ty i përcjell me makineri. Por puna ka një ritëm shumë të këndshëm, pa probleme. Puna është cilësore, besoj edhe banorët janë më të kuptueshëm, ka kena bërë maksimum. Sipas parashikimeve, segmenti pritet i hapur për banorët gjatë javës së ardhshme.